dhe sa e pashpresë është. Ne kërkuam prej tyre paraprakisht që të na i sjellin 3 kandidat, PDK e LDK, që së bashku mund të sjellin realisht veç një kandidat. Por le t'i sjellin 3, ku ata propozojnë e na mbështesin. U refuzua. Prej refuzimit të kandidatëve konsensual e deri tek kandidatja Feride Rushiti, ne propozojmë, ata refuzojnë. Dhe krejt në fund, unë bisedova edhe me profesoreshën Hatigje Hoxha, nga e cila kërkova një përpjekje të fundit që ajo të tërhiqet nga kandidatura dhe ju të nderuar deputet të mund të jepni votat në nënshkrimit përkatësisht, e mandej edhe votat, por 2 kandidat që do t'i kemi, ku njëri nuk do t'ishte më Hatigje Hoxha, po bashkë me Feride Rushitin do t'ishte një kandidat i LDK-s. Ju e dini që ata i kanë 15 deputet, 15 vota, 15 nënshkrime në rastin më të mirë, dhe këtyre do të mund t'ja bashkangjetshim edhe aq sa i nevojitën, për shembull 15, dhe nuk do të kishte sërish asnjë kandidat të lëvizjes vetëvendosje, veçse nga shoqëria civile dhe nga LDK-ja. Ju e pat që kryetari i tyre as nuk denjoj t'ja përgjigje. Njësoj siç nuk më shpërgjigjur as kur i kam shkruar mbrëm. Është një lloj mbyllje. Është një lloj vetëmjaftueshmërie të e çuditshme, e cila veç shërbim publik nuk është. Dhe tash ndodhemi në këtë pikë, në të cilën natyrisht ne s'kemi se çfarë bëjmë më shumë. I kemi provuar që të gjitha. Nuk mund ta gjeni një subjekt politik më gjeneroz se sa subjekti ynë, vetëvendosja me partnerët e saj, Guxo dhe Alternativa, dhe me partitë respektuara të pakicave, me të cilët bashkë e krijojmë mazhorancën prej 66 deputetëve. Ne këto oferta i kemi bërë së pari në takime, në komunikime e më pastaj edhe publik. Gjithçka dihet, por ajo që më së shumti është kuptuar është se nuk ka vuajtur opozita kosovare nga ofertat e mazhorancës, po përkundrazi nga mungesa e vullnetit të saj për çfarëdo bashkëpunimi për të mirën e përgjithshme dhe për funksionimin e institucioneve. Më lejoni që në fund unë t'ju falenderoj të gjithë juve, sepse qëndrueshmëria juaj, përgjegjësia juaj ka dëshmuar se ju jeni tamam siç e keni funksionin, deputet të Republikës së Kosovës. Me keqardhje nuk mund të them për ata tjerët një gjë të ngjajshme, por shpresoj e besoj që votuesit e tyre këtë mungesë të tyre do ta shndërrojnë në një mungesë të përhershme, ashtu që ata të mos kenë më nevojë të bojkotojnë, sepse nuk do të munden as të vinë këtu e ta keq përdorin ulsen duke e lënë atë të